Pas 4 vitesh martesë, familja kryeministrore i është gëzuar ardhjes në jetë të një djali. Voglushi do të quhet Zaho dhe lindi i shëndetshëm në një klinikë të specializuar jashtë vendit. Ka qenë vetë kryeministri Edi Rama, që ka dhënë lajmin se u bë baba për herë të dytë. Në rrjetet sociale ai shkruan: Linda solli në jetë Zahon, të shoqëruar edhe me një foto të dorës së djalit të sapo ardhur në jetë. Nga fotoja, duket se bebi kryeministror është veshur me të verdha, ndërsa në dorë mban të shkruar edhe mbiemrin Rama. Mësohet se si nëna, Linda Rama, ashtu edhe foshnja, gëzojnë shëndet të mirë pas lindjes me operacion cezarian. Lajmi që u përcoll shumë shpejt, ju njoftua nga gazetarët edhe deputetëve që zhvillonin mbledhjen e Komisionit të Ligjeve, ku deputetët e PS-së e LSI-s uruan kryeministrin për ardhjen në jetë të djalit të tij. Votiroi djalin kryeministri e pas e jetë gjatë. Po sa mirë ju gazetarët merreni. Me pima merreni. Dakor. Edhe ky është një lajm i bukur. Hapët punë tash deputetët filluan të gjithë bëjnë SNS-t. E kupton apo Klosi? Se lëshon mikrofonin nga atë celularin e dorë. Sa ashtu se ta bëj pari ta. Ajo çfarë surprizoi deputetët dhe jo vetëm, është emri përzgjedhur për voglushin, Zaho, një emër i vjetër shqiptar. Pak ditë më parë në një intervistë për Zhamë Vyënora News, Linda Rama rrëfeu momentet e lumtura në pritje të fëmijës.